Nuk është kopratës Allahu te bareke ve teala në rrezik. A do shikoni vëllezër, kur doni me shikuar bamirësinë e Zotit xhelel xhelalu, do ta shikoni në kan. Do ta shikoni se Allahu te bareke ve teala vëllezër asnjëherë nuk është kopratës në shtrirjen e bamirësisë së tina. Por se shejtani vjen tek njeriu dhe i sjell sure të këqija për Zotin te bareke ve teala. Kur doni me e kuptu bamirësinë e Zotit, shikoni shariatin. A ka në shariat diçka që Allahu që ka thënë, shiko, nëse ha dikush padrejtisht, s'ka lidhje. Dhe këtu mund ta përmendim një ngjarje që i ka ndodhur njëherë për dietarëve të mëdhenj të muslimanëve, dhe kemi përmendur një rast prej këtij hoxhe, ka qenë hoxha Abdul Qadir el-Jilani. Abdul Qadir el-Jilani. Kemi përmendur kur ka nis për kërkimin e dijes, se si ka bë hajr, nasihate dhe këshilla në mesmet. Ti njeriu ka ndodhur një ngjarje që ka përmendur Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, një ngjarje e cila nga dija e shariatit iblisi ka çudhur piktina. A në vëzër sot e gjejmë për shembull te puna e koronës. Apo mundohet njeriu nëpërmjet konspiracioneve me zbulu kaderin Allahu xhelal dhe dështon. Andaj gjejmë për shembull shumë të ashtu quajtur intelektual, mundohen për shembull me zbërthije politika, mundohen me zbërthije kurthe dhe mashtrime dhe gjatë viteve apo gjatë muajve ato kontradiktohen. Apo e gjejmë për shembull se deri dhe thot s'po di çka po ndodh më. Dhe se kaderi është shumë mundues. Dhe gjenë këtë gjarë që e ka përmen Sheikhul Islam Ibn Taymija. Abdul Qadir el-Jilani lezer, ka qenë prej dietarëve që i ka ndodhur mrekullira. Allah më shirof. Çka ka ndodhur? Një ditë për ditëve thot, isha tu fal. Edhe isha tu vetu shumë. Thot tu fala, thot edhe Nizam thiri, o Abdul Qadir el-Jilani. Sa edhe unë ja nuk i përgjigja, thash ta kryj namazin. Kur e kryta, e këshyra s'ka. Vazhdova namazin. Ta si të më thirë prap. Tha prap e shtoj zonin me ma shumë madhështi. O Abdul Qadir el-Jilani. O Abdul Qadir el-Jilani. Thot e kryta, thot edhe mdull një arsh i madh, një fron i madh, me një dritë shumë të madhe. Dhe më tha, o Abdul Qadir el-Jilani, te kemi ba halal haram që ka janë për të tjerët. Ta kemi pranu e veprën. Mjaft. Bolë bënë e punë të mira, bolë u fale, prej sot, pra, në tonacionin e Zoti Gjelle Gjellali. Ta u kry, bolë bënë e vepra, usos. Qëka i tha Abdul Qadir el-Jilani? Shiko Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, dhe zër, se që kjo Abdul Qadir el-Jilani, atë shumë Allahu e ka ndërruë me karamete, me mrekullira, që kjo, sa që njerëz kur ka vdekki, kanë menu që o dhe një evlija, pastaj ka kalu koha e kanë adhurua. E Sheikhul Islam Ibn Taymija në historinë e tij e bie se ky njeri s'ka qenë sufi, ka qenë dietar. Si që në adhurua Aliu, Isa alayhis salam, njerëzit e mirë adhurohen në fund, apo shejtani nxit. Çka i tha ky njeri? Tha a anta Allahu alladhi la ilaha illa hu, ikhsa ya adu Allah. Tha ti i Allahja, ikhsa arab ti thonë çenit. Ne apo përdorim disa prej fjalive kur e përzet çenin. Arabët i thonë çenit ikhsa ik. Mirë po shprehje veçan për çenin. Apo tha ikhsa ik o i mallkuar. Ha? Tha ka e ditë se jam unë. Ço, u sos më vetë. A keni pa ato tash që kanë bë krime, Allah na ruaj të gjithëve. Veç një emër ja përmendai thotë, "Mo po i Zotin." E pse po dutesh? A e si e pasëra? Qëka i tha? Ka e dite? Qiko shka i tha? O Abdul Qadir, 70 adhurues para tije tash sa i rzova me qëta. Dhe që ka faqë iblisi, ka thonë bab, u kri, të mërini bindja, shtoshta, sheki haramin, halal, keti ki halal. Tha, po ti me qka mujte? Ti me qka mujte? Tha, sepse në shëriatin e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam nuk ekziston kur dikujna me jaliju haramin. Që ka jelmi shka të bandëzë? Mu shfas një drit, mu shfas një zok, mu shfas një hamam, mu shfas një majmun. Kuptoje se shejtani mund me lyt me kokën tane. Qëka i thati? Ikhse, ik, si kur qeni ku i thu, ik, largohë për këtu. O i malkuar, pse? Tha se në shëriatin e Muhammedi s.a.s. që ka vëzër ilmi, nuk ekziston mi thonë dikujt, pisat la ti halalet edhe haramet kitë njësoj i kje. Ska për ti më gjuna.
E kjo dhe çka argumenton? Se Allahu xhela me shariatin e tij se lejon haramin kurr. Pse? Se është el barr, i mirë.